Për herën e parë këtë proces zgjedhor u aplikua vota e diasporës, ku emigrantët shqiptarë që prej vitesh jetojnë dhe punojnë jashtë vendit patën mundësinë të votonin. Ky proces tashmë ka përfunduar, teksa për qytetarët e Vlorës ka qenë një proces zgjedhor model, i cili nisi qetë dhe pa problematika dhe përgjatë gjithë kohës vazhdoi i tillë. Për qytetarët, vota e diasporës ishte tepër e rëndësishme për procesin zgjedhor në Shqipëri, pasi edhe ata që prej vitesh jetojnë dhe punojnë jashtë vendit patën më në fund të drejtën e votës, të drejtën për të vendosur për vendin e tyre. Për vlonjatët, pjesëmarrja e emigrantëve në procese zgjedhore duhet të vazhdojë, teksa qytetarët e Vlorës thonë se numri të gjithë emigrantëve që votojnë në zgjedhjet në Shqipëri në fushatat e ardhshme zgjedhore duhet të shtohet edhe më tepër. Pozitive. Votojnë edhe ata emigrantët jashtë. Drejt. Si u zhvillua si proces? Si proces zhvillua shumë mirë, ere se shtonë se shbëjnë. Nuk ka të kemi kaq kohë që po shikoj një proces të qetë, pa probleme fare. Gjithë vendin, ë? Mendon ke dyshime se ndoshta votat e diasporës nuk e patur manipulim? Nuk të them dot asgjë për këtë. Jo. Spesojnë, jo, ata u bën gjitha kështu, u pasqyrua realisht. Atë gjitha mediat e pasqyruan. Ishte e nevojshme votat e diasporës? Duhet vazhdoj si proces edhe zgjedhjet e ardhshme? Nuk jam në gjendje ashtu të them se është e nevojshme apo është e nevojshme. Diasporës. Ne kemi këtu votojmë gjithmonë. Me zhvillimet që u bën. Domethënë të gjitha janë monitoruar më së miri me teknologjinë e fundit. Jo, me ndërgjegje të pastër, jo. Duhet të votonin emigrantët? Duhet votuan dhe votuan e meritoj më i miri. Pa dorashka, pa ashtu. Me gjitha të vete e din ata emigrantët se si kanë votuar, po mendoj që kanë votuar mirë. Duhet të vazhdoj votat e diasporës në procesin? Do vazhdoj, për mua do vazhdoj në të ardhmen. Kjo është vetëm një gjë e mirë që bëhet për herë të parë dhe halal ua bëftë Zoti atyre që organizuan. Emigrantët, ishte nevojshme të votonin? Ishte shumë e nevojshme, pra të thash u bë një gjë e mirë. Të thash ishte shumë e nevojshme të votonin. Mirë, rregull, shumë e rregull. Duhet të votonin emigrantët? Po, patjetër. Përderisa janë shqiptarë, pse mos votojnë? Ndërkohë, ti në dyshimet e tua, mund të kesh dyshime se ka patur edhe ndoshta korrupsion apo edhe ndoshta vjedhje? Ata se di. Duhet të vazhdoj votat e diasporës në vazhdimsi proceset e tjera zgjedhore? Do vazhdoj, siç ka gjithë bota. Duhet të zgjerohet numri? Po. Zgjerohet. Siç ka gjithë bota, pse ne me botën e mirë. Përgjatë procesit të votimit të diasporës, disa problematika minimale u konstatuan, të cilat kishin të bënin kryesisht me kompanitë postare që ofronin këtë shërbim. Këtë proces zgjedhor, vota e diasporës tregoi se ishte vendimtare në disa rezultate në rang vendi.